Të nderuar shikues të Radio Televizionit Shqiptar, mirë se erdhët në emisionin tonë të përjavshëm Rrenjtë e ushqimit tënd. Sot kemi një temë të veçantë. Shqipëria tashmë po ecin me ritme të shpejta drejt integrimit të bujqësisë son me bujqësinë e vendeve të Bashkimit Evropian. Dhe për këtë qëllim, ne sot kemi zgjedhur një temë e cila ka të bëjë me mbrojtjen e bimëve në vendet e Bashkimit Evropian. Për këtë qëllim, në studio kemi një të ftuar special sot, kemi profesor doktor Arben Myrta, ekspert i bujqësisë, me kontributet të mëdha mbi 30 vjeçare në disa institucione të Bashkimit Evropian. Aktualisht është ekspert në një kompani kërkimore dhe trajnimi në Holand dhe i ka ardhur posaçërisht për emisionin ton, pasi krahas kontributeve në këto institute të Bashkimit Evropian ka një sër kontributesh edhe në bujqësinë tonë. Zoti Arben, mirë se erdhët në emisionin tonë. Kënaqësia ime, ju falenderoj për ftesën dhe kam prit me dëshirë të jem këtu së bashku me ju. Faleminderit. Por para se sa të fillojmë të diskutojmë rreth temës, ne do të ndjekim një insert që ekipi e Radio Televizionit e ka përgatitur posaçërisht për këtë emision. E ndjekim atë dhe kthehemi në studio. Shqipëria është një vend me traditë të gjatë në prodhimin e frutave, perimeve dhe bimëve mjekësore. Por prodhimi bujqësor gjendet i rrezikuar nga një sër sëmundjesh e dëmtuesish për të cilat kërkohet ndërhyrje të zgjuara për të mbrojtur bimët dhe prodhimin bujqësor për të patur një siguri sa më të lartë për konsumatorin. Një nga metodat e zgjuara është mbrojtja e integruar e bimëve, e cila konceptohet si një kombinim procedurash që si çështje prioritare marrin parasysh masat biologjike dhe bioteknike të mbarshtimit të bimëve, si dhe masat teknike të kultivimit dhe që kufizojnë përdorimin e produkteve kimike të mbrojtjes së bimëve në minimumin e nevojshëm. Gjithsesi, nga unë që kam lexuar, kam shumë për të folur për këtë temë, por le të dëgjojmë specialistën tonë. Ekipi jonë i xhirimit erdhi sot dhe gjeti në momente pune profesor Hajri Ismailin. Emra të rinj sëmundjesh që kanë dalë në ullinj dhe një nga këto është dhe Xylella. Për të marrë një informacion më të saktë për këto lloj bakteriesh dhe sëmundjesh, le të pyesim profesorin të na sqarojë më saktë ç'janë këto sëmundje. Kush është Xylella? Në kulturën e ullirit ekzistojnë shumë sëmundje dhe dëmtonjës, po Xylella fastidiosa është një sëmundje me origjinë bakteriale, e cila shfaqet kryesisht në terrene të pamirëmbajtura, nga pikpamja pedologjike, toka të rënda, dhe rrënjët ose ullinjt me sistemin rrënjor tyre kultivohen ose ushtrojnë jetesën e tyre në kushte anaerobe. Do me thënë që toka ka mungesë theksuar oksigjeni. Në këtë mënyrë, kjo është një sëmundje bakteriale dhe që prek kryesisht enët unazën e sklerenkimës, ose si them kambiumin, që në përbërje ti është Xylema dhe Phloema, që transportojnë lëngjet nga toka drejt pjesës së gjetheve dhe anasjellës hidratet e karbonit që vën te rrënjët. Në këtë mënyrë, ky bakter pengon komplet, izolon këto enët e përçimit dhe bima vdes.
të ngjashme, sëmundje ngjashme me Xylella, janë dhe disa baktere tjera, siç është Pseudomonas. Pseudomonas është përsëri një bakter që ka një karakter të tillë dëmtimi dhe që kryesisht shfrytëzon këto hormonet e vegetacionit, siç janë acidi indol butirik, që është një hormon që stimulon organet e riprodhimit bimës, do të thënë lulërinë dhe frutat, dhe duke konsumuar, duke amortizuar këto lëndë dhe qoftë dhe ujin dhe hidratet e karbonit, ai bima shkon drejt një regresi. Ose një sëmundje tjetër që është shumë e përhapur, edhe në Shqipëri ka qenë që këtu e 50 vitet kaluara, si që është Verticillium dalia, që është edhe ky është një bakter, dhe që të dyja këto kanë qenë objektet karantinës, do të thënë në doganat tona, këto kishte një kontroll të rreptë në të kaluarën për materialin bimor ose materialin gjenetik që futej në Shqipëri, i nështroi analizave ELISA-s me kitet ndryshme për të vërtetuar që ose për të diagnostikuar materialin bimor që vinte në Shqipëri, që ishte prezencë të këtyre baktereve ose jo. Por është dhe një sëmundje tjetër që nuk është me origjinë bakteriale, por që është me origjinë kërpudhore, është një kërpudhe papërsosur që edhe ajo prek enët këtë karakter dëmtimi, ka dhe ajo, por zhvillohet kryesisht në toka të rënda, që është verticilliumi. Ky verticilliumi është shfaqur sidomos në pjesët e vegetacionit dhe identifikuar dhe diagnostikuar. Profesor, kjo lloj sëmundje ka shfarosur plantacione të tëra me ullinj, duke nisur që nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por pse jo edhe në Mesdhe. Konkretisht edhe në zonën e Puljes, ku unë me që kam lexuar, atje janë shfarosur rreth 21 milion rrënjë ullinj. Specialistët tanë, a e njohin këtë lloj sëmundje? Natyrisht që e njohin, sepse është një sëmundje, është një polifag që kap të gjitha kulturat. Kap vreshtarin, vreshtat, kap pemë frutore, kap perimet, me thënë infekton. Ndaj i them polifag. Dhe specialistët tonë kanë një uri të plota për diagnostikimin e dëmeve nga kjo sëmundje. Pra, ne tashmë i kemi këto lloj infeksione, këto lloj sëmundjesh këtu në vendin tonë. Këto lloj sëmundjesh janë të evidentuara. Për shembull, verticilliumi është i evidentuar dhe diagnostikuar këtu e 50 vitet kaluara nga Instituti Kombëtar i Kërkimeve të Ullirit, dhe laboratori i këtij instituti e kishte diagnostikuar me metodat me ELISA, quhet metoda që ELISA në Shqip, që certifikon infeksionin. Xylella fastidiosa përsëri janë laboratorët e shtetit, qoftë Universiteti Bujqësor, qoftë të ish Institutit Mbrojtjes Bimëve, cilat e identifikojnë dhe certifikojnë prezencën e këtij bakteri. Nga eksperienca ime, unë mund të them që infeksione nga verticillium kanë qenë dhe janë dhe mund t'i konstatosh vit për vit. Në pjesë prezencën në dëme parciale në pjesë të ndryshme të kurorës, sidomos në kohën e lulëzimit, që tregojnë që një seksion ose një volum kurore i djegur sikur është djegur nga ujë nxehtë. E njëjta gjë është edhe shpreja e dëmit të fastidiozës, Xylellës, por që ajo nuk bën tharje parciale, po bën tharje totale. Dhe natyrisht që me gjithë të konfuzion
që ka patur Shqipëria këto 30 vjetë me materialin bimor, me fidanët që janë futur fidan nga gjitha drejtime, të pa kontrolluara, ne kemi hasur tharje që deri në vitet e 4-5 vjetë të para të jetës, tharje totale dhe këto, si pas këtyre ekspertizave dhe vrojtimeve të mia, unë mund të them që për shembull në zonën e Bilqës në Berat, ose në gjitha ato zonat me depresione, në nivellet lartësisë me nivelin e detit deri në 10-15 metru, gjithë këto tharje kanë qenë nga Xylella fastidiosa. Sa i përdorim në preparatet bio apo dhe insektet e mira që shërbejnë për shëndetin e bimës? Po, në Shqipëri më përpara, në kohën që funksionon dhe instituti i kërkimeve të ullirit, ne kishim një projekt madh për kultivimin dhe rigenerimin e entomofaunës së dobishme. Me thënë, insekte që hanin insektet e dëmshme. Dhe mbanim nën kontroll, nën nivelin e dëmit, gjithë insektet e rrezikshme, siç ishte për shembull miza krimbi i frutit, tenja, për shembull mizën e ullirit ne e mbanim me Ophius concolor, ndërsa tenjën e mbanim me Bacillus thuringiensis, tenjën e ullirit. Ndërsa nuk di këto vitet e fundit që a kultivojnë këto insekte apo jo, për shembull dhe që këto lëshohen ullishe dhe bashkëjetojnë bashkë me insektin e dëmshëm. Ndërsa në aspektin e sëmundjeve, sëmundja më e rrezikshme është këto që folëm dhe për shembull sëmundja më evidente në ullishtari është verticilliumi. Verticilliumi i cili dhe pseudomonas, që këto shkaktojnë ulje të ndjeshme të rendimentit. Por, po të analizosh edhe pseudomonasin, që në Shqip quhet kanceri bakterial, Pikërisht dhe këto duhet janë shumë rezistente edhe ndaj përkatjeve. Po, këto janë të dëmshme edhe në cilësinë e vajit. Dëmtojnë dhe cilësinë e vajit, sepse ky bakter ekziston në prezencën e vajit dhe dëmton polifenolet dhe gjithë elementet acidet yndyrore të pangopura që janë omegat më të rëndësishme të vajit. Nëse këto janë të dëmshme dhe në cilësinë e vajit, besoj natyrisht duhet ndikojnë dhe në shëndetin e konsumatorëve. Natyrisht, sot industria kimike, sidomos në Itali, edhe në Francë, edhe në Spanjë, që janë vendet më zhvilluara të ullishtarisë, kanë kompozuar disa preparate që në përbërje tyre ka fungicid sistemik, ka dhe antibiotik sistemik, ka dhe fungicide të spektrit të bakrit, po kryesisht ka këto difenokonazolet, ka sulfatin e streptomicinës, dhe elementet e bakrit polivalent, cilat janë të përzier ose në një solucion dhe që përdoren në luftimin e këtyre bakterëve. Janë pra fungicide sistemi, të cilat futen nga gjethja deri te rrënjët dhe e pastrojnë gjithë gypat e përçimit të bimës. Profesor, unë ju falenderoj dhe ju uroj ditë të mbarë. Faleminderit juve. Merrni këshillim për mbrojtjen e bimëve të tua, të perimeve të tua, jeni konsultuar me agronom? Unë agronom kam profesorin.
për gjithë shka. Profesor Eriun, e kam njemi kështu, shumë shok, a i është një më parë për mu. Po mirë, probleme, nuk keni pas në njerë? Jo, nuk kemi pas asnjëherë probleme. Pse? Ne ujtjen e kemi kur e duam. Shumë të mirë. Po e keni të analizuar, i keni bërë I kemi bërë analizët komplet pusë, shumë më të pusë po diste. Kemi bërë analizët kanë dalë shumë mirë. Tu ajri është mrekullia vetë, qetësia. Edhe bën prodhimet shumë mirë. Gjëra nuk ka, jo. Po, këto janë materialet e përgatitura. Tani, profesor, 2 fjalë për hortikulturën në vendet e Bashkimit Evropian. Po, për dëgjuesin, për teleshikuesin, kur flasim hortikulturë, ju jeni specialisti vjetër, kështu që nuk keni nevojë, po do të flasim për drufrutorët, do të flasim për vreshtarin, ullishtarin, do të flasim për perimet, do të përfshim edhe kultivimin e luleve. Lultarin, si që them. Mund të themi pa i bërë asnjërit dhe mi fjalë problem në Evropë, djepi ose rrënjët e hortikulturës janë me zë. Dhe jo vetëm të hortikulturës. Është shtëpia e vërtetë e hortikulturës. Që pastaj, sigurisht, me zhvillimet teknologjike dhe avancimin e shoqërisë, ka përfshirë gjithë Evropën. Sigurisht, hortikultura, me pak fjalë, është ekonomi, dhe këtë mund të them ndonjë shifër, është traditë, është histori, është kulturë, është ushqim, edhe është shëndet, me fjalën të gjitha të mbledhura së bashku. Dhe në fund, biznes. Biznes, sigurisht, ekonomia e quajton biznes. Po. Për të dhënë një ide, vendet kryesore të prodhimit të frutave dhe të perimeve, nëse do t'i marrim këto grupe kryesore, është Spanja dhe Italia, të cilat janë vendet kryesore që sigurisht mbulojnë nevojat e veta dhe përfaqësojnë eksportin evropian. Më pas gjejmë sigurisht Francën, Greqinë, që janë vende të rëndësishme, dhe nga veriu mund të kemi Hollandën për perimet edhe Poloninë për dimensionin që ka për prodhimin e mollëve apo të perimeve të fushës. Për të dhënë një ide, prodhimi i hortikulturës në bujqësinë evropian, në vlerën, mbulon afro 23%. Pra, kemi të bëjmë me një total afro 530 miliard vlerë në vit, dhe hortikultura, duke marrë parasysh plus vajin e ullirit edhe verën, sepse dy prodhime tipike të thojtë, arrin në shifra shumë të larta. Pra kemi afro 120-130 miliard vlerë prodhimi. Pra me pak fjalë, këto grupi i hortikulturës është kalaja e bujqësisë. Zen, afërsisht, do të thënë, 50% ka një ndarje të barabartë midis blegtorisë edhe prodhimit të bimëve, dhe në prodhimin e bimëve, gjysma e saj, afro 25%, është hortikultura. Sigurisht me një sipërfaqe minimale, sepse vlera e prodhimit, mi fjalë, përsa e përket sipërfaqes kultivore, shumë e lartë se sa bimët e arave, intensiteti edhe rentabiliteti. Tani, shkurtimisht, përsa i përket traditës, ne, popujt e, sot ne flasim për Bashkimin Evropian, po popujt e Mesdheut, historia jonë, fillon me 1000 vjeçar. Pra, duke fillu nga, po i marrim shkurt, nga Fenikasit, Kartagenasit, duke marrë kek kultura minoike që ka qenë përpara grekëve të lashtë, vetë grekët, romakët që e tërhoqën prapë. Pra, në këto popuj do t'i gjejmë kultivimin e hortikulturës që në fillimet e njerëzimit të kulturës tonë. Kanë qenë prodhues për shembull Fenikasit, kanë qenë lundërtar të fuqishëm dhe tregtonin verën, ishin prodhues të verës në zonën e tyre. Kartagenasit prodhonin vajin e ullirit, ishin një nga prodhuesit kryesorë të asaj kohe. E me radhë po të shohim mozaikët e ndryshme. Sot kur zbulohen shumë anije të cilët janë të mbytura për arkeologjia ujore, shikojnë që pjesa më e madhe e tyre janë të mbushura me enë ku transportojnë. Pra, ne kemi folë për luftrat, sepse luftrat kanë qenë pjesa më dinamike, por periudha e paqes ishte më e madhe se sa luftrat në histori, edhe sigurisht kjo ka qenë e dedikuar me bujqësi edhe tregti. Po në të kontekstin e përgjithshëm ka një kundërshti. Ne duam të ushqehemi më mirë, më shumë, më cilësisht,
por nga ana tjetër ndryshimet klimatike, evolucioni i sëmundjeve dëmtuesve bën pjesë e dëmtimit të këtyre produkteve. Aq sa në shumë vende, kryesisht në Afrikë, por edhe vende tjera, nga statistikat humbasin si rezultati këtyre dëmtimeve miliarda dollar. Po ja, llogariteni që po të shohim statistikat e FAO-s, që është organizata qendrore për bujqësinë dhe ushqimin, ata japin, unë i kontrollova para se të vija për korrektesë në fjalë, japin dhënat e fundit që është një mesatare 40% e prodhimit humbet nga në shkallë botërore në sëmundjeve dëmtuesve apo barnëveçia. Pra 40% është një shifër e madhe. Po në këtë kontekst, profesor, ka evoluar edhe mbrojtja e bimëve, hap pas hapi, dhe bumin më të madh e ka në fundin e shekullit 20, fillimin e këtij shekulli. Pra në këto vite ka një evolucion goxhat të hatashëm, impresionues, shumë domethënës e tjerë. Diçka për fazat që ka kaluar mbrojtja e bimëve në vite, objektivat e saj dhe arritje, diçka rreth këtyre? Po ja, shkurtimisht, mbrojtja bimëve është një koncept që ka lind në momenti kur filloi kultivimi i bimëve. Pikërisht. Ne i themi mbrojtja bimëve në Shqip, është fjalë që përdorim më shumë, por në gjuhë të tjera përdorim mbrojtja kulturave, sepse fjala bim ishte në natyrë, njeriu në një moment në kohën e neolitit e mori, e kuptoi që mund ta kultivonte dhe e solli në fazën sedentare të jetës së tij, dhe atëherë kur kjo bim u largu nga bashkëshoqërimet e bimëve tjera dhe nga biodiversiteti, u ndodhe vetme në kopshtin e tij përballë një ambienti të ri, që ishte më tepër sigurisht një ambienti kultivuar, sfidues mi fjalë. Pra njeriu e solli dhe filloi përmirësimin e jetës së tij, sepse kishte më pranë, filloi të prodhonte këtë, por nga ana tjetër kuptoi që kishte nevojë që ta mbronte, sepse ajo bim e re, ai kulturë e re kishte nevojë. Dhe ka gjurmë që edhe në kohën e flasim për popullsitë sumere, pra flasim për fillimet e kultivimit të bimëve, përdore squfuri, ka dhëna arkeologjike, pra mendohet çfarë genialiteti në atë kohë ku njeriu domethënë ishte në ato kushte primitive, gjeti kuptoi që kishte diçka kundërshtar në atë objektivin e vet për të pasur ushqimin dhe squfuri sot është akoma një nga produktet që përdoret. Sigur se dhe lëngu bordoles, preparati më i hershëm, mbi 100 vjeçar. Pra, në këtë periudhë, domethënë 1 vjeçare, disa 1 vjeçar, njeriu e spostoi dhe e solli në ambientin e kultivuar, por bujqësia ishte ekstensive, ishte pothuajse afër natyrore, dhe pse sa më larg të shkojë nga ekuilibri natyror, aq më shumë nevojë ka bima që të ndihmohet nga ai që e kultivon. Pra, ajo që thatë ju është shumë e drejtë. Momentin pse flasim për shekullin 19, ka një moment tepër të rëndësishëm, sepse aty fillojnë të gjitha ecuria jonë dhe problemet tona, po të gjyqë. Fillon dhe evolucioni. Filloj revolucioni industrial. Dhe aty fillon u zëvendësu puna e kafshëve, u zëvendësu me makinerit. Mekanikën. Pastaj filloi fyri gradualisht në fillimin e shekullit 20 u futën kimikatet. Filloi nga mesi i shekullit 20 u futë edhe një pjesë e varieteteve të revolucionit gjelbër që ne kemi trajtuar në shpesh në shkollat tona, dhe u kriju ai moment, po të them unë, pozitiviteti, sepse bujqësia po filloi të prodhonte me rendimente të larta në të gjitha fushat, dhe në një farë mënyre u mendoj që u gjet zgjidhja, kupton, sepse në një moment caktuar u harru perspektiva dhe u pa realiteti. Fillon sinjalet e para, sepse përdorimet e shpeshta kimike edhe me produkteve që ishin me impakt të lartë, fillon sinjalet e para dhe shkencëtarët, sigurisht që në fillim mas luftës së dytë botërore, fillon të njoftojnë ata që ishin përshëm që përdorimi i shpeshtë i kimikateve lind problemet për entofaunën dobishme, lind problemet për rezistencën e tjerë, dhe filloi të kuptohet që duhesh një ndryshim. Dhe ndryshimi filloi nga vitet në Evropë, flas nga vitet 80-90, ku filloi të synohesh në bujqësinë e integruar, pra në atë që quajmë IPM, në mënyrë ku të përziheshin ose të përdoreshin së bashku metodat agronomike, metodat biologjike, metodat e tjera teknike, të cilat të çonin së bashku me metodën kimike në një zgjidhje të ekuilibruar. Më të ekuilibruar për kushtet e prodhimit. Dhe nëse mund të shtoj një diçka tjetër që është e rëndësishme, në fund të shekullit 20 që një kalim cilësor
tepër i rëndësishëm, sepse u kalu nga koncepti i mbrojtjes bimëve, do të thotë, unë kam një problem dhe duhet ta zgjidh problemin, pra duhet ta mbroj, u kalu në konceptin e shëndetit të bimëve. E shëndetit bimëve. E shëndetit bimëve presupozon, është një koncept më i gjerë, ku përveç mbrojtjes ke nevojë dhe për ushqimin. Pra bima duhet ketë ato kushte minimale që ka nga toka. Për rritje një bime të balancuar. Të largosh streset, sepse një bime stresuar është më e predispozuar. Pra, u deshën 100 vjet e suri, që të kuptojmë që, do me thonë, mbrojtja bimëve është shumë rëndësishme, po duhet të futet në një koncept e cili reflet më të ri dhe më kompleks që është shëndeti. Dhe nga shëndeti këto vitet e fundit, që lloj dhe pandemia që nga një hall na dha dhe një mundësi analize, që nga shëndeti bimëve kalon në një shëndet. Pra, shëndeti bimëve është lidhur me të kafshëve, është lidhur me shëndetin e njeriut dhe është edhe me shëndetin e natyrës. Me natyrës. Pra, sot, është një zinxhir në konceptin e modern edhe të kohës në Evropë, flitet për një shëndet. Dhe ky një shëndet, me fjalë, është një lidhje e pasgjithshme e të gjitha konceptet që ka mbrojtja bimëve, shëndeti bimës, i kafshës, i mjedisit edhe i njeriut në qendër. Në aspektin global, ku qëndron me pak fjalë rëndësia e veprimtarisë mbrojtjes së bimëve? Po, e thamë, në radhë parë është pavarësia ushqimore. Sot, ne, do më thënë, kemi, afërsisht nga statistikat, ne themi hamish, po 80% e kalorive të mesatarës botërore vinë nga bimët. Pra, jemi vegetarian në 80% tonën. Pra, ushqimi bazën e kemi mesatarja globale është bimore, 80%. Edhe kemi kuptu kote fundi që të shesh me bimët është më mirë se sa me produkte, dhe kjo dhe është një suri për pare e njove. Nga në tjetër, thamë kemi 20% që ne humbjes, një 20% që është shumë. Flitet, si mas parashikimeve, që ne do të kemi një popullat në vitin 2050 në botë, afërsisht 10 miliard. Pikërisht. Këto do të thotë kërkojnë një rritje prodhimit bujqësor në shkallë globale afro 50%. Është një sfidë. Si do të themi atyre neve që do të hajmë me ditë njëri një ditë tjetër, do të thonë neve duam 3 herë minimalisht në ditë ulemi në tavolinë. Aktualisht, si ma zënë që ka FAO, rreth 800 milion persona sot në botë vuajnë shkallë të ndryshme turisë. Kjo është pa falshme. Pra, jemi në një moment sfide ku do të mendojmë për gjitha, po të mendojmë për brezat që vinë, sepse kështu është si mendojmë tjerët për ne, kemi detyrimin dhe ne që... Por, të fokusojmë tek hortikultura, në tërësi dhe mbrojtja bimëve. Mbrojtja bimëve në tërësi është aspekti dhe veprimtaria më vepruse, më direkte të prodhimi jonë. Por tek hortikultura, ajo ka një rëndësi do me thënë se. Pse? Mu më qëllon të flasë me student shpesh, edhe që përdorë dhe shembuj krahasus. Pikërisht. Si lidhen këto dy? Këto e në pasgjithshme, frutikultura dhe mbrojtja bimëve. Hortikultura është palestra më i mirë e mbrojtjes bimëve, sepse mbrojtja bimëve të gjithë inovacionet që sjell i kalojnë atë palestrë. Nëse kalojnë atë ose validohen që janë të afta dhe që janë të efektshme, ato pastaj gradualisht kalojnë edhe në kulturët tjera. Kjo sepse hortikultura ka shumë llojshmëri kulturash, shumë llojshmëri varietetesh, forma kultivimi, e të gjitha këto dhe ka dhe një treg, një standard të lartë. Pra, e para punë që bëjnë kompanitë të mëdha, kur kanë inovacione, futën në palestrën, do të qymë ne të, dhe aty pastaj merret vendimin nëse do të shkohet diku tjetër apo jo. Pra, është e domosdoshme që provohet produkti ose inovacioni. Nga ana tjetër, vetë hortikultura është tepër e ndjeshme ka cilësisë të aspektit, ne frutat, perimet, do t'i shikojmë përpara, asnjë nuk e merr ato që janë të prekura sot. Para së gjithash, konsumon syri. Pastaj, mbetja që themi ne flasim sot tjetër. Pra, në farë mënyre, janë të pasgjithshme, hortikultura kërkon cilësi, konsumatori kërkon cilësi, dhe janë të prekshme, edhe nga nënat, ose nga motrat, ose nga gjyshrit që shkojnë në treg. Askush nuk pyet për grurin ose për misrin, sepse nuk e shohin, kurse në tavolinë rushi vjen edhe dhe japin nipit. Në mulli dhe... Pra, të dyja janë të lidhura pasgjithshmërisht,
Por po ta shikojmë kështu me disa shembuj më të shkurtur, do të ishte një shembull u përmend dhe tek inserti, si Lela. U tha që janë afro 20 milion ulli që janë dëmtuar, edhe unë e konfirmoj sepse unë në bari ju e dini kam punu gjatë. Problemi qëndron këtu që dëmi është i jashtëzakonshëm, është afërsisht llogaritet nga fillimi këto 10 vjet është 2 miliard deri 3 miliard euro. Dhe mendohet nëse infeksioni i Xylelës nuk do të ndalet, siç po tregon se po ecën përpara, dhe mund të prek ullishtat në Spanjë edhe në Greqi ose në zona tjera, sigurisht duke futur vendin tonë. Dëmi llogaritet rreth 20 miliard potencial dëmi që mund të ketë. Është një dëm kolosal. Jo dëm kolosal, janë buxhete shtetesh jo vetëm të vogla në Evropë. Tek frutikultura është dhe aspekti i jetëgjatësisë së bimës. Nëse fjala vjen na dëmtohet gruri apo misri, kemi të bëjmë me një vjeçare, ndërsa ato janë ullinj që mund të jenë edhe qindra apo mira vjeçare. Ka raste që janë tharë ulli edhe mira vjeçare, që kjo lidhet me historinë pastaj. Pikërisht. Si mund t'i thush një fshatari ose një fermeri që tani këtë ulli i mbjell një fidan edhe ai ishte 1500 vjeçar përpara. Pikërisht. Është një traumë sociale. Dëmi është i gjithanshëm. Pra ju e thatë atë që ai është koncepti që një gabim në frutikulturë ose në pemtari ose në ullishtari dhe ne patëm rastin më të keqmundshëm këtu pranë dhe kemi përballë. Pra do të kemi kujdes që kjo përballë, po kemi afër. E kemi në obor, në pjesën e mbasme të oborrit. Një rast tjetër për shembull që si shembull mund të merret për shembull serat, ju keni punuar me serat. Po. Kultivimin sera, një problem kryesor janë nematodat. Nematodat sepse nematoda gungore prek pothuajse të gjitha kulturat që ne kultivojmë në sera, duke filluar solanore apo kukurbitase. Atëherë, është e vështirë të bësh qarkullime bujqësore. Si e tillë, më parë, specialistët ose fermerët përdonin preparatet që janë fumigant, të cilët ishin me impakt të lartë. Janë heq nga qarkullimi. Jo vapame, jo... Disa nga ato akoma mbesin në Evropë, po mbesin të kufizuara me një dosë caktuar në periudha caktuara ose me dhënia autorizime speciale. Pra, janë në largime sipër. Ndërkohë, fshatarët kërkonin ose zgjidhje, ose teknike specialistët që më jep një produkt që të më zëvendësoj ti. Ai që ndryshoi, edhe që ka rëndësi mbrojtja bimëve, është që ne nuk do të shkojmë produkt për produkt, ne do të shkojmë për strategji. Pra, sepse po të kërkojmë një produkt, do të kërkojmë një produkt të ngjashëm impakti me te. Ne punojmë sot me produkte biologjike, atëherë i jepet fermerit ose specialistëve me trajnime me gjitha, një program i cili të mbuloj duke filluar që nga solarizimi, në shartesat që janë të qëndrueshme, afatet e kultivimit, produktet biologjike dhe si e tillë bëhet një analizë komplekse. Kjo ishte kontributi që jepte mbrojtja bimëve dhe në fillim fermerët nuk është një arritjet e fundit të mbrojtjes bimëve. Edhe vazhdon sepse që të bëj rregullimin e tillë don me masa të integruara për të paksuar dëmin. Absolutisht. Edhe është akoma, ne jemi në proceset të më ose tek pusha. Një shoku joni përbashkët kishte hedhur në rrjetet sociale entomofagun e kërpushës. Sigurisht. Dhe shumë e suksesshme. Domethënë, desha të them edhe për shembull për sa i përket florikulturës ose lultarisë që po flisim përpara. Lultaria e ka maksimumin e vetë, për të themë, në Evropë, në Hollandë. Që di, tulipanët, ata, imazhi... Ju nga Hollandë dhe dini më mirë. Imazhi. Ke parasysh që në ato zona, për shembull, një prodhim, 1 hektar, mund t'japi edhe 100.000 euro në vit. Pra, është një nivel standardi, dhe si e tillë, kërkohet që atje nuk pranojnë që të ketë, nuk ka tolerancë dëmtimi, ata duan që të garantojnë atë prodhueshmëri perfekte. Zero. Edhe ato kanë futur edhe elementet e teknologjisë së re. Tani për shembull, bisedoja me një koleg holandez që ndjekte fushë, thoshte që kanë futur robotët që zëvendësojnë punën e njeriu në zgjedhjen e atyre tulipanëve, sepse ato e kanë fidanishte që prodhojnë pastaj ato që ku i kanë bulbat për të shit diku tjetër, është një farë shumëzimi që bëjnë, edhe kërkojnë që të mos ketë asnjë ngjyrë tjetër ose domethënë që materiali mbjellës jetë standard. Dhe si e tillë është roboti me fotografi që kalon edhe që në momenti që gjen ose ngjyrën, ose mallësinë, ose diçka që është jashtë rregullave, ai e spërkat me herbicid
dhe e ndalon zhvillimin e saj. Pra, kanë zëvendësu komplet punën e kaq e rëndësishme. Pra, në një mënyrë, teknologjitë e reja, siç thamë çfarë, futen më parë atje ku dhe Profesor, ju jeni vëzhgues i kujdesshëm edhe i hortikulturës shqiptare. Kush janë problemet fitosanitare të hortikulturës tek ne? Kjo është pyetje e vështirë, pse unë disa probleme i njoh dhe i njoh mirë, por nuk marr përsipër që të them këto janë probleme, sepse duhet të jesh në terren. Megjithatë, nga përvoja ime që i kam punuar shumë vite me Institutin e Barit në Shqipëri, ne kemi probleme shumë për sa i përket sëmundjeve virusale. Kemi probleme nga pranit të rëndësishme. Jo për sëmundje, në një sert ne pam që kemi probleme në certifikime fidan, materialet mbjellës, fjala vjen, ose problemet e karantinës. Nga vëzhgimet tuaja si qëndrojnë këto dy? Po, karantina dhe certifikimi janë si të jenë dy duart e një trupi. Karantina është bllokimi infeksioneve ose sëmundjeve nga jashtë, nga jashtë, bllokim, ndërsa certifikimi është që garanton që po të jetë këtë hyrë diçka, ti të mos ta shpërndash me fidanin tat, sepse ti ke një kontroll, është si e tillë. Prandaj të dyja shkojnë paralel. Tani, për sa i përket problemi që i folëm, Ksilela nuk është raportuar në Shqipëri. Nuk është raportuar. Është rëndësishme të thohet, i mbetet autoriteteve, i mbetet institucioneve që të vëzhgojnë, të monitorojnë edhe të japin pozicione. Ndërkohë, certifikimi bëhet i vështirë aty ku sëmundjet janë përhapura. Ne kemi rastin e sharkës, si thamë ne, po kemi edhe sëmundje në mollë, për shembull në rastin e fitoplazmave të mollës, ose të cilët ne kemi gjetë me sasi në vitet kaluara. Tani, unë nuk e kam gjendjen sot në Shqipëri, por duke mos parë veprime aktive, botime, mendoj që ato gjëra janë lanë me kohë për arsye të viteve që kanë kalu, dhe nuk mendoj që është e suksesshme që të zhvillosh frutikulturën aty ku këto janë të gjithë rrotull edhe presin ditë. Momenti që ti mbjell një material që mund ta kesh të pastër që ke investu, infeksionet vinë të gjithë nëpërmjet. Kur është infektuar, patjetër që sepse këto jetojnë edhe në insektet ose ato që i përhapin jetojnë edhe në bimët spontane që janë në natyrë. Arritjet e shkencës, veçanti këto të 20 vjetëve të fundit, na kanë përmirësuar aspektin teknologjik. Diçka për teknologjitë e reja? Teknologjitë e reja është fusha më rëndësishme dhe më... Ato teknologjitë të cilat i kanë përthithur këto arritjet të shkencës? Sigurisht, t'jap një ide se është rëndësishme. Kërkimi shkencor, i bërë nga institucion shkencori, qoftë shtetëror, qoftë private, është masiv. Me një koleg ishim në një konferencë në Londër para 2 vite, se bëm një review, bëm një përmbledhje të botimeve që ishte për fushën nematode. Mora një shembull, edhe gjetëm që përsa i përket luftimit nematodeve, ishin afro 100 specie të ndryshme. Specie të ndryshme të nematodeve? Jo, fliqim për kërpudha baktere, fliqim për ekstrakte bimore, të gjitha këto të cilët ishin provu shkencërisht që mund të vepronin kundra nematode, potencialisht si objekte të rëndësishme. Pra 100, po marrim një numër. Ndërkohë që në Evropë ishin të regjistruar me 7. Atëherë lind pyetje, pse? Sepse për të kalu nga niveli kërkimi shkencor, bazë, për të pas një produkt për fermerin, kërkohen 10-100 milion investime. Pra duhet një punë e madhe përsa i përket standardizimit prodhimit e tjerë. Pra dhe ky risku, ose kjo rëndësia këtu futet elementi privat. Universitetet prodhojnë stacinë informacionit, provojnë atë që është koncepti përsa i përket efikasitetit, por që të kesh një produkt sot i cili ti përgjigjet edhe me çmime të rregullt, edhe të regjistrohet në Evropë. Me qëndroj pak tu. Në ekran shikojmë 2 fruta mollësh. Mund t'i interpretojmë pak? Kjo është një fotografi që unë kam bërë para disa vitesh. Është golden, edhe pse fotografia ndoshta vjen pak, është e pa pjekur komplet, po në të djathtë është fruti me mallësi normale, po e quajmë, ndërsa në të majt është një frut nga një pemë infektuar nga fitoplazma, fshesa e mollës. Është një fshesa e mollës. Shikoni, mendoni për shembull, po dikush që të kultivojë, të marr fidana të ri dhe të mbjell një pemtore molle, edhe të gjendet përpara faktit që në përfundim, në vjelje,
mallësia e frutave të infektuar do të jetë në këtë gjendje. Pra nuk tregtohet, është 100% humje. Sigurisht, është humje. Edhe ato pemë, ashtu që thatë ju, duhet shkulen, sepse nuk është se vitin tjetër nuk ka preparate për fitoplazma, që thamë, për bakterin që foli shpar edhe Xylella specialisti, ose për viruset, nuk ka produkte që... Janë një sërë sëmundjesh të cilat aktualisht nuk kemi preparate. Nuk ka preparate, përdoret vetëm metoda me që folëm për preparatet, profesor, shpesh herë në frutikultur dhe në tërsi në hortikultur ne themi që ka disa qasje të balancuara. Kush janë këto qasjet e balancuara në prodhime hortikulturës? Sigur se pastaj janë disa gjetje me interes i biopesticidet ose programet integruara, diçka rreth këtyre koncepteve për mbrojtjen e bimëve. Sigurisht. Tani, produktet e mbrojtjes bimëve, biopesticidet, po quajmë ne, ose dhe biostimulantët, që është një kategori e re që i ka hyrë, po pranohen më lehtë nga fermerët, sepse së pari standardi ose niveli i këtyre produkteve është më i lartë nga industria, pra janë më të efektshme. Kjo sepse dhe formulimet janë më të mira, rezultati i punës shkencore të këtyre viteve, por edhe qasja është e rëndësishme. Qasja përpara thohesh që produkti biologjik, pra një produkt, po them Bacillus thuringiensis, po them Bacillus subtilis e tjera, quheshin produkte për bujësinë organike, për bujësinë biologjike, e cila është e drejtë. Por bujësia biologjike sot në Evropë përfaqëson, marrim shifra, 11% të sipërfaqes së kultivume, 11%. Italia, që është vendi nga vendet më të zhvilluara, ne në Itali kemi afërsisht 18-19%. Por ki parasysh që, se ju jeni dhe e njihni fushën, ligji i parë i bujësisë biologjike për Italinë është i vitit 1985, pra ka 40 vjet që punohet për trajnimin, për motivimin, për të arritur në 20%. Ndërkohë, është pjesa tjetër e prodhimit që ne duhet ta afrojmë. Dhe kjo futet me qasjet e integruara. Pra duke i shku fermerëve, duke i thënë që ju mund të përdorni produkte kimike kur janë të domosdoshme, por mos harroni që produktet biologjike po t'i qasni teknikisht drejt. Dhe neve shpesher, si kompani, qëllon që kemi shku në fermer, dhe kjo është mënyra më efikase, dhe i thu fermerit, ti mbaj gjysmën e fermës, për themi 2 hektar këtu, 2 hektar këtu do të na i lesh neve në administrim. Ta trajtojmë neve. Ta trajtojmë neve, ti do t'i trajtosh, ne do t'i japim komandën se çfarë do të bësh, dhe ti kontrollon se ti këtë njëjtën makinë që s'përkat, i din ti produktet, ne do t'i japim dhe në fund të ciklit vlerësojmë efikasitetin, vlerësojmë prodhimin, vlerësojmë çmimet që ti ke marrë nga tregu, që ai kontrollon vetë, sepse është i prodhim. Ju kuptoj. Vlerësojmë pastaj edhe sa produkte kimike ke përdorur ti dhe sa kemi përdorur ne, sa trajtime ke bërë ti dhe kjo fermeri, kjo është metoda që e bin, sepse po që se ti vepron me të në fushën e ti, është metoda. Profesor, ne themi fermeri, por në fundit barra e të gjithë veprimtarisë bie prap tek fermeri. E ç'mund të thoni juve do nga përvoja juaj, ç'do të bëjnë fermerët për të qenë të suksesshëm në tregë, por të garantojnë dhe siguri ushqimore. Po sigurisht, nuk është e re të thuash që ti je fermer është e vështirë, domethënë, nuk është vetëm në Shqipëri, por edhe atje. Pra, je një industri paçatike pasane përpara, dhe kështu mbetet. Fermerët sigurisht edhe ne, domethënë në Bashkimin Evropian kanë vështirësitë e veta që vijnë, po numëroj disa, po çdo fermer mund të ketë të tjera të vetat. Sigurisht që ndryshimet klimatike është një ndryshim themelor, i cili me fjalë prek të gjithë. Po i prek të gjithë dhe shpesh herë nuk është në kapacitetin e tij të gjejë zgjedhjen më të shpejtë kur e don ai. Por sigurisht një tjetër është çmimet e inputeve. Çmimet e inputeve në këto vitet e fundit, kush merret me bujqësinë me tregun, janë rrit shumë. Dhe shpesh herë këto e kanë çrregulluar edhe ekonominë e fermerit, sepse ai s'mund të komandojë inputet, por kur vjen shpesher tregu e komandon atë, sepse ai shkoj ke grumbulluesi dhe atje ai është hinka që i mbyllet e ka më të vështirë. Edhe ke ne kjo ndodh. Sigurisht që fermerët janë shpesher nga ana teknike, shpesher janë konservativ, për faktin sepse jeta i ka mësuar. Fermeri domethënë po të gaboj e pagun me çmimin e familjes, ndërsa konsulentët ikin e vinë. Pra shpesher është
e merr inovacionin me gradualitet, edhe e merr nga njëri tjetri, do të gjesh një fermer të zoti që të flasë me fermerët e Po në tjerë. këtë treg të madh, çfarë duhet bëj fermeri, jonë dhe evropian për që janë konkurrues në treg, se në fundit të gjitha këto qoftë ligjet e tregut, qoftë fenomen natyrore, këto ndryshimet klimatike, po edhe evolucioni që bëjnë sëmundje dëmtuese e tjerë, ikin disa sëmundje, po dalin specie të reja. Pra, fermeri, se tu është ndodhet në mes të këtyre fortunave. Që duhet bëj fermeri lidhur me konkurencat? Fermeri duhet të azhurnohet, ato që tha që gjitha qëndrojnë, por si do t'i marrë informacion dhe si do t'marrë vendimarrë. Në atëherë, rastet më sukseshme që shofun pak nga përvoja ime, janë ato zona ose në ato grup kulturash, kur fermerët janë të bashkuar. Se bashkimi bën fuqin, ka qenë gjithmonë ajo. Krijimi grupeve të prodhuese, të cilët pastaj bashkohen me aktorët e tjerë të zinxhirit. Për shembull, unë kam raste në Bologna, për shembull, në Emilia Romagna, që është një nga zonat e rëndësishme të prodhimit bujqësor në Itali, është nga zonat ku kemi universitetet më të forta. Po. Disa. Kemi konsorciumet e prodhuesve që janë të bashkuar më të forta. Shërbimin e fitosanitar nga më të mirë që është në Itali. Pra, kur të gjithë aktorët bashkohen, kjo bën që pastaj që atë fermerët jenë suksesshëm sepse përfaqësojnë elitën e prodhimit. Ky është një rast i tillë, për shembull, mund të merret me Spanjën, jemi në Huelva për lule shtrydhen. Atje kanë një institut posaçëm spanjoll që merret vetëm me të, janë lidhet e organizatat e fermerëve dhe ne kur shkojmë atje, nuk e kejten gjatë debati, nuk flet dot vetëm me një specialist. Janë të gjithë në tavolinë ata, do të dëgjojnë edhe do të... Dhe ata janë zona e parë e prodhimit të lule shtrydhës. Në këtë kontekst, kush janë sipas jush sfidat e fermerëve në BE dhe të fermerëve tanë? Dhe si mund të ndihmohet fermeri në këto kushte? Po, sfidat janë shumë, të thamë. Fermeri në radhë parë në Evropë është që ndihmon vetëm, bashkohet. Ata kur i arrin thika këtu, që ndoshta... T'i japim një mesazh edhe fermerëve tanë. Ata bashkohen... Ta dëgjoj mirë profesorin. Ata bashkohen... Evropa, vendet pranë nesh kanë arritur dhe po qajnë në këtë tregun e madhë në sajtë bashkimit, ndërsa fermerët shqiptarë janë shumë të përqarë, shumë individualista. Kjo është e vështirë për të ecur në treg. Po? Jo, unë tash nuk e njoh me detaj gjendjen në vend, por do të them që momentet kritike, bashkimi i fermerëve, qoftë në nivel vendi, qoftë në nivel BE-ja, ka qenë një nga faktorët e suksesit në dialogun me politikën. Tani, marrë një shembull të shpejt fare, u kriju Komisioni i ri mas zgjedhjeve evropiane, dokumenti i parë që doli, pa u vendos akoma gjithë detajet e komisionit, ishte dialogu për bujqësinë me fermerët. Tamam. Pra, sepse ata në janar i bllokun rrugët në kryeqytetet e Evropës dhe dokumenti i parë që u nxorë. Dhe mbi bazën e këtij dokumenti pat një ndryshim, një qasje. Regjia mund të na ndihmoj me një foto të protestave të fermerëve në Bashkimin Evropian. E rëndësishme është që dokumenti i ri programatik i qeverisë sotme të bashkimit, i kabinetit sotëm, të Bashkimit Evropian, qasëm në 4 pika. Pra prek mjedisin, që ishte dhe për para, por ka vendos efektivitetin e fermerit. Efektivitet do të thotë që thamë, a mundet të mbjetoj në këtë treg të vështirë dhe si mund të ndihmojmë, pika që thatë ju, ka prek problemet e gjithmonë të si mund t'i ka përcej vështirësi të tregut sot, përsa i përket mbetjeve, përsa i përket konsumatorit, e ka vu në pyetje. Pra, dhe e ka vu në fund, pikën e fundit, inovacioni, si të ndihmoj sistemi e ligjshmërisë evropiane, që inovacioni që vjen nga gjithë bota të futet në treg sa më shpejt. Pra, në farë mënyrë mbetet si përparësi mjedisi, që është e rëndësishme për gjithë, por shtohen në të njëjtën rëndësi, në paralel, 3 pika të cilët përpara nuk ishin. Kjo sepse ata ngritën zërin dhe sot është kriju një bord evropian. Në ekran shikojmë një protest të disa fermerëve. Kanë qenë me vjetra, them që
Kjo është hallka e fundit, fermerët bashkohen, si thamë për luftën dhe për paqen. Paqja është e gjatë, Bashkimi por në momentin që, do më thonë, shkelen të drejtat, ata janë të bashkuar. Dhe këtu ishin nga Gjermania, nga Franca, nga Italia, nuk flasin as njëjtën gjuhë, por ka një qëllim të mbrojnë interesat. Dhe ata janë nuk pjesa... flasin në njëjtën gjuhë, po bëjnë të njëjtin veprim. Po, diçka lidhur me sfidat e mbrojtjes së bimëve për këtë periudhë që vjen, e të ardhmes, si themi. Sfidat janë të ngjashme me atë të bujqësisë, po të themi që ndryshimet klimatike po ndryshojnë, po bëjnë rajonizimin e ri të kulturave. Në vende, për shembull, në Sicilinë kemi kultura që mbjelleshin vetëm në Egjipt para 20 vjetësh, për shembull mango, kanë lëvizur. Ndërkohë, kemi shtimin e sipërfaqes vreshave pranë Londrës, që nuk ishte vreshta ose shtohet në veri shkon kultivimi i hardhisë për sa i përket kultivarëve të bardhë. Pra, gjithçka është në lëvizje. Kam parë dhe një studim, që ndoshta, ku ullirin mas 100 vjetës se nxjerrin në qendrat e Evropës si zonë optimale. Pra, nëse do të vërtetohet parashikimet e lëvizjeve të temperaturave që sot në studimet i tregojnë që do të lëvizi gradualisht dhe ullirin deri në veri. Në qendër të Evropës, në zonën, domethënë në hartë, ku sot mund gjejmë Sloveninë, Hungarinë ose në rrafnat e tyre. Sigurisht që unë nuk marr përsipër që të mbroj atë tezë, por që lëvizja e kulturave sjell lëvizjen e problemeve, sepse një zonë që ishe e mollës do të lëviz kulturën, do të thotë kërkohet një investim. Dhe faktikisht, profesor, ka ndodhur, për shembull, ulliri tek ne shkon mirë dhe prodhon shumë mirë edhe në qarkun e Shkodrës. Po ne kemi ullirin, kemi thamë 2-3.000 vjeçar, dhe për 2-3.000 vjetë lëvizi pak, tash po lëviz shpejt. Po lëviz më shpejt tani. Edhe ndoshta, sigurisht, jo vetëm ulliri, po dhe kulturat e tjera, gradualisht do të kenë një spostim. Dhe ky spostim ndryshon edhe qasjen e fermerëve, sepse do ndryshojnë kulturat, po ndryshojnë dhe problemet, sepse po hynë shumë insekte që ishin, që ne i quajmë ose invaziv, për shembull, ose bim invazive, që vinë nga klima tjera të nxehta që nuk ishin. Po kështu po hynë peshqit në detin nga deti kuq po hynë me zë. Po dhe kërkesa është e madhe për produkte të sigurta. Regjia mund na ndihmoj me produkte me zero mbetje. Pra është një kërkesë edhe kjo. Sigurisht që sot, për shembull, që disa vite më para nuk parashikohej shumë, ndërsa sot kjo lidhet me atë që kompleksin e fermerit që për punën e tij. Ja, këtu profesor kemi në mënyrë simbolike një model, është një simbol, nuk ka lidhje fare. Një simbol. Pra ku supermerkatat sot nuk flasin shumë për prodhimin biologjik, sepse prodhimi biologjik është i standardizuar, dihet. Ndërsa këtu ata bëjnë reklamën e supermerkatës, duke thënë që unë garantoj që atë që janë prodhimi është zero mbetje. Zero mbetje. Zero mbetje. Si e tillë, detyron fermerin që ai të ndjek ato procedura, të cilët të garantojnë. Pra kërkon ndihmën teknike. Ajo bëhet teknikisht. Sigurisht. Kështu që pra në farë mënyrë fermeri është përballë të gjithë këtyre presioneve, nga një anë klima objektivisht, nga një tjetër konkurenca që vjen nga jashtë me produktet jashtë komunitare, sepse janë me çmime më të ulta. Ju kuptoj. Nga ana tjetër kanë kërkesat më të mëdha, pra fermeri nuk duhet ta zë gjumi, domethënë, sigurisht. Por duhet ketë një, kur janë bashkë, ato kanë dhe një asistent. Ndoshta për të ndihmuar paksa edhe prodhuesit shqiptar nga përvoja juaj në Holand, lidhur me këto probleme. Po, në përgjithësi këto probleme, që i tham, janë të gjithëve, por mënyra se si ato përballen varet shumë nga kushtet lokale, sepse Evropa... Juve dhe kompania juaj. Sigurisht. Neve, për shembull, kemi një rast që është pozitiv. E kemi bërë në Spanjë, pastaj ka filluar në Poloni, flitet për pemët frutore, kryesisht po flasim. Është arritur që fermerit të jepet një zgjidhje teknike e ekuilibrume, qasje ekuilibrume që thamë, ndërkohë që ai ka një qasje tradicionale. Në fund të vlerësimit, thot, vlerësohet ana e prekjes dhe thot, është po e qymë në 5% në njërën, 10%. Pastaj vlerësohet sa është prodhimi,
pastaj vlerësohet çmimi, dhe në fund janë 2 tregues që vlerësohen, që është numri i kimikateve të përdorura, edhe në ofertën tonë sigurisht që me punën e fermerit provohet që janë më pak, dhe në fund është një qasje shkencore që merret nga Universiteti Amerikane. Është një platformë ku ti regjistron produktin që ke përdor dhe ai të jep një numër që tregon numrin e impaktit që bën ti mbi natyrën dhe mbi njeriu. Pra impaktin tek njeriu dhe natyra. Natyra, sepse flitet si konsumator, flitet si punonjës, sepse punonjës si fermer, por flitet edhe për natyrën. Dhe ne i bëjmë një total pastaj dhe mbledh, sigurisht që kjo është në mënyrë shkencore, është në online, dhe jep një numër. Dhe numri e kupton, ndërsa kohë që ti je i barabartë në tjerë. Pse do të marrësh impaktimin? Kemi një telefonat, ta djojmë? Urdhroni? Urdhroni telefonata? Po? Nuk përgjigjet? Okej. Vazhdojmë, profesor. Pra, sistemi Amerikan ka një pragmatizëm, krahasimisht me Evropën. Është e rëndësishme kjo. Pragmatizmi amerikan i thotë kështu fermerit, nuk i thotë ti duhet ndryshosh teknologjinë sepse përmjedisin do të jetë më mirë, sepse e ka të vështirë që fermeri të kujdeset për mjedisin. Mendon që do të kujdeset qeveria, no? Ideja e fermerit. Ti thotë, ti do të kujdesesh për që produkti që merr i ri të jetë i barabartë me atë që ke. Pra, nuk do të jetë më keq, sepse s'ka kuptim që ti të ndryshosh për të marrë një produkt që s'funksionon. E dyta, në momentin që ti je i bindur, elementi i dytë i vlerësimit është çmimi. Nëse ai që të ofrojnë është dyfish i çmimit, ti do të thuash po pse ta përdor. Nëse ai është i mirë, është më i mirë me çmim të barabartë, atëherë ti ke. Elementi i tretë është, nëse ti këto dy ai ke të barabarta, pse mos kujdesesh për mjedisin që është i joti edhe i familjes tate edhe të tjerëve. Pra, kjo mënyrë trajtimi me shkallë, me logjik, fermerin e bën e tërheq nga ai pozicioni konservator, thotë pse do të marr një produkt që impakton, po që marr një produkt. E kemi telefonatën. Po, urdhroni? Alo? Urdhroni. Mirëmbrëma. 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 Ju lutem, jam një fermer i ri në Durrës. Po? Kam një fermë të vogël me ulli. Po? Vitin e kaluar kanë qenë me prodhim të bollshëm. Këtë vit nuk kanë asnjë kokër. Çfarë ka ndodhur? Po ta djojmë profesorin. Faleminderit. Faleminderit. Jo, është e vështirë që me 2 fjalë, domethënë të shpjegosh si mund të jetë rasti konkret, duhet që dikush të jetë ta shikojë. Megjithatë, ulliri ka në fiziologjinë e tij këtë çrregullimin e prodhimit, ka dihet historikisht që aty ka një vit që prodhon shumë edhe një vit që ka rënë një prodhim më pak. Kështu që mund të hyj, sigurisht kjo është një mënyrë e cila mund të komandohet nëpërmjet një pune me ullirin, me bimën, po që nuk është rasti që të flasim me gjithë, por që fluktuacioni ose ndryshimi i prodhimit nga një vit në tjetër, nëse një vit është i mbarë dhe shumë ulli, është shumë e lehtë që viti tjetër të jetë më pak. Kjo është ndërkohë që mund të drejtoni specialistëve që janë aty pranë Durrësit, Durrësi ka dhe specialistë mirë për ullirin, për mbrojtjen, që të mund vinë ta shikojnë konkretisht nëse është një problem specifik, po në përgjithësi ulliri këte fenomene e ka në fiziologjinë e tij. Po. Unë nuk desha të jap më tepër sepse do të ishte vështirë. Natyrshëm, sepse duhet të jesh në terren që të vlerësosh gjithë faktorët. Faleminderit për pyetjen edhe për interesimin që na ndjek. Po. Profesor, biseda është e këndshme, unë jam i kënaqur sot me këtë bisedë, ishte konkrete dhe me prurje të reja. Unë shpresoj t'ju kemi përsëri. Faleminderit. Ju faleminderit shumë edhe me kënaqësi. Faleminderit dhe juve shikues të nderuar, ne do të takohemi javën e ardhshme me emision tjetër, po kaq të rëndësishëm. Mirupafshim.